Me lejonin fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje e t'ju falenderoj për praninë. Në këtë ngjarje të rëndësishme për sportin e vendin tonë, me rastin e nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit për vitin 2026, si vazhdimsi e bashkëpunimit, kjo s'është diçka e re, po vazhdimsi e bashkëpunimit që ju keni pas me institucionet tona, një bashkëpunim i shkëlqyer që kemi ndërtuar, e forcuar, e po shpresojmë ta forcojmë e ta fuqizojmë edhe vitin si vjetëm edhe vite utashme. Ky bashkëpunim që po formalizojmë sot mbështetet mbi parimet të qarta të përgjegjësisë, transparencës dhe menaxhimit të mirë të resurseve publike. Këto janë vlerat që do të na udhëheqin të gjithëve në punën tonë të përditshme dhe do të na përcjellin gjatë gjithë kohës së implementimit të këtyre memorandumeve. Federatat sportive janë partner kyç në këtë rrugtim dhe bartin një rol të pazëvendësueshëm në zhvillimin e sportit në vend, ndërkaq Ministria është këtu për të qenë përherë në përkrahjen tuaj. Prandaj, presim që përmes këtij bashkëpunimi të dëshmoni standarde të larta profesionalizmi, përkushtimi, por edhe arritje konkrete në punën tuaj, në sportet tuaja. Përmes këtyre memorandumeve, ne po konkretizojmë mbështetjen institucionale në vlerë prej mbi 6 milion e gjysmë, 6.5 milion euro, si pas kategorizimeve të sporteve. Mbështetja jonë synon të forcoj qeverisje në sport, të rrisë performancën e sportistëve tonë, të promovoj një shoqëri më aktive dhe të shëndetshme dhe mbi të gjitha të avancoj rezultatet e vendit tonë në arenën ndërkombëtare përmes sportit. Në të njëjtën kohë, ritheksoj se transparenca dhe llogaridhënia mbeten thelbësore. Besimi i qytetarëve ndërtohet përmes punës së ndershme dhe raportimit të hapur, dhe ky duhet të jetë standardi ynë i përbashkët. Të nderuar të pranishëm, besoj fuqishëm se përmes angazhimit të përbashkët dhe përkushtimit profesional, do të arrijmë të avancojmë sportin në vendin tonë dhe ta vendosim atë në nivelin që meriton dhe duke u mbështetur në potencialin që ka ky vend. Ju falenderoj për bashkëpunimin e vazhdueshëm, për komunikimin e shkëlqyeshëm dhe ju uroj suksese të vazhdueshme në punën tuaja e në angazhimet tuaja. Besoj që tash pranvera ju tregon për Faleminderit shumë. Ju jeni për duar tërkitje, ne po mundohemi t'ju mbështesim.